Kryeministri slovak Robert Fico thotë se ka marrë kërcënime si ndëshkim në lidhje me vendimin e tij për të marrë pjesë në festimet e 9 majit në Moskë, që shënojnë 80 vjetorin e përfundimit të luftës së dytë botërore. Gjatë vizitës së tij në memorialin qendror për të rënët e ushtrisë së kuqe në qytetin slovak e Michalovce, Fico mbrojti qëndrimin e tij, duke vënë në dukje se pjesëmarrja e tij në festimet ruse nuk është e lidhur me zhvillimet aktuale ndërkombëtare. Më kërcënojnë me ndëshkimin nëse vendos të marr pjesë në festimet në Moskë në 9 maj. Çfarë mund të kenë të përbashkët ngjarjet që shënojnë 80 vjetorin e përfundimit të luftës së dytë botërore në vendin që e vuajti më shumë atë me atë që po ndodh sot? Është shprehur ai. Kryeministri slovak e përshkroi praninë e tij në kryeqytetin rus si një akt rezistence kundër rishfaqjes së një perdeje të re të hekurt midis Europës dhe Rusisë, duke ngritur çështjen e ndarjes që, siç pretendon ai, po e kërkojnë qarqe të caktuara politike në perëndim.